Cili është gjykimi i Islamit për ato femra që kanë bërë hijabin mod, nuk mbolohen siç duhet? Allahu të ruaj ty edhe të gjithë motrat, edhe ato që janë duke bën mod edhe të gabu në veshjen e hijabit. Hijabi ka rregulla strikte, ka rregulla të përgjithshme, ka rregulla bazë. Nuk duhet me lujt me hijab, ose vendos siç duhet, ose bën gabim. Megjithatë, unë nuk duhet të them që ajo që se ka vendos si duhet, ma mirë me hek, nuk tham kështu. Ajo që e ka vendos me vrejtje, ma mirë me përmirësu. Po prapa ajo cila vendos hijabin, është më afër, po thamon e mëshirës Allahut në këtë pikë, se sa ajo që se ka fare hijabin. Pra nëse themi njona se ka fare hijabin, njona ka 40%, ose 50%, njona ka 100%, ajo 100%, elhamdulillah, se vapin e ka 100%. Kjo që e ka vu 50%, kjo ka se vapin 50%, gjunajnë 50%. Kjo që se ka vu fare, kjo ka gjunajnë 100% në çështjen e hijabit. Nuk po them tash që kjo mundet më konë ma e devotshme në monoteizëm, kjo mundet më konë ma e devotshme në namaz, na po flasim për hijab. Mirë po, ajo e cila vendos hijabin, ketë kujdes se pastaj fillon mu identifiku si muslimane, nëse hijabi saj i ban fitnes, prov njerëzit, edhe thojnë marrin shembull negativ, pa marrë parasysh a ka 100% vendosur hijabin, a veç 50%, keni kujdes me anën e jashtme t'juaj, mos jepni imazhe negative për fe. Sa ajo që s'është mbulu me fare, tek e fundit dhe nëse bën diçka nuk e adreson kërkush te feja gabimin e saj. Nuk është kjo thirrje për me hek hijabin, po thirrje për me pas kujdes kur ta vendos hijabin ose kur ta lëshon mjekër një musliman, se identifikohet si besimtar. Kujdes në këtë pikë.